Jemi përsëri në studio dhe tani na trego çfarë do bëjmë gabim. Tani normalisht detergjentët kanë ato efektet e tyre anësore, pavarësisht se janë të nevojshëm nëse do t'i referohemi efekteve negative që kanë bakteret ose viruset ose myqet që gjeni sidomos në kuzhinën tonë ose në tualet. Kështu që duam apo nuk duam, pastrimi është sidomosdoshëm. Pra është etike. A mund të cilësojmë se cili është produkti më i rrezikshëm që ne kemi në shtëpi dhe nuk e kuptojmë? Klori. Klori dhe aqja. Përse? Sepse zakonisht ne na vjen raste që i kombinojnë të dyja. Dhe kombinimi i aqës me klorin jep një gaz toksik i cili vërtet mund t'i japi dëmtime respiratore dhe ka pas raste që pacientët janë hospitalizuar nga kombinimi i aqës dhe klorit. Sidomos kur nuk mbyllet ambienti, kur mbyllet ambienti dhe nuk hapet, nuk lihet aeroset. E tualeteve nuk ka një dritare. Kjo një, ose amvisat pastrojnë kur janë këto të dyja sa janë hedhur dhe krijohet gazi i parë, reaksioni i parë dhe është shumë toksik për mushkërinë. As maskë edhe as doreza. Po dhe maskë po të përdorësh nuk është depërtona. Do të thënë nuk duhet të rish të paktën në momentin që e bën një gjë të tillë, që unë nuk e sugjeroj ta bëjmë, sepse ka mënyra të tjera për ta pastruar. Mirë është që të mos të paktën 20 minuta të mos rish në atë ambient, sepse gjithë është gaz toksik që kloramina, e cila shlirohet dhe jep probleme respiratore goxhat, duke dhënë dhe djegje. Kemi dëgjuar kemi parë raste që nënat shqiptare përzien, ndoshta një prej këtyre detergjenteve që përdoret ti me amonjakun për aromë, për sterilizim të dyshemes. Është edhe kjo gabim? Tani, është një gjë, mënyra e unë jam quantum satis sot latini, aq sa duhet. Do të thënë, pastrimi duhet bërë me substanca të cilat nuk janë shumë profesionale, sepse substanca profesionale kërkon një hollim më të madh të ujit dhe ka një nivel toksiciteti më të lartë. Do të thënë, një e para, nuk duhen kombinuar substanca të cilat nuk njihen, sepse ne i kombinojmë për të krijuar atë idenë e pastërtisë më të madhe, por ndodh që njëra mund të jetë amon, tjetra mund të jetë benzen, mund të jetë klor dhe të krijojë një substancë kaq toksike sa ne nuk e kuptojmë. Do të thënë, jo vetëm që nuk pastrojmë siç duhet, por nganet e intoksikohen. Dhe dëmshme për shëndetin. Tani, substancat që ne përdorim kanë efektet e tyre. Gjitha. Fatkeqësisht. Kur ne i bëjmë bashkë? Jo dhe kur i përdorin veç. Që nga ilaçi i rrobave, që nga ilaçi i enve, që nga aqja, si ajo qërgjentila ose jo, që nga këto që përdoren për heqjen e smërçit, që përdoren për dushën ose përdoren për... Dhe me të gjitha këto në vetvete janë substanca toksike të cilat, duam apo nuk duan, ne i marrim avashavash në mënyrë kronike në organizmin tonë. Tani unë kam një pyetje, kur ne i bëjmë bashkë dy produkte, e kuptoj që ndoshta marrim një efekt më të rrezikshëm, më të fortë edhe dëmtojmë shëndetin. Po çfarë rreziku ne mund të kemi nga ilaçi i enve? Po sepse ka ftalat ilaçi i enve. Ka ftalat dhe ftalatet kanë formaldehid. Nuk është akut rreziku. Por çfarë na bën? Por në momentin që ti e merr kronik, sidomos ka ca vende, për shembull Anglia, nuk ish planin në të fare. Nuk është planin në të fare? Jo, nuk ish plan. Pse? Sepse me ide përdorin detergjent të cilat nuk shplahen. Dhe ata ushqejnë me ato, po, me thënë, edhe unë jam çuditur kur e kam. Nuk është rrezik. Pra çfarë rrezikojmë ne me ilaçin e enve që kemi në çdo familje shqiptare? Normalisht, duke e marrë për ditë, riskojmë një ndërprerje të hormoneve ose një ndërprerje, një problem endokrin, që është e para. Një intoksikim avashavash dhe ulje të sistemit imunitar që është e dyta. Një dëmtim të traktit gastrointestinal, duke krijuar disbiozat, ose që pjesa më e madhe jona vuan nga SKJ-ja, nga sindromi zoros i rritueshëm, ose nga mostretja, që e kemi pjesë, po të pyesësh, pjesa më e madhe shqiptarëve e kanë këtë gjë. Një nga shkaktarët është ilaçi i enve. Jo vetëm ajo, janë të gjitha të mbledhura, po flas, edhe shampoja. Çfarë na bën shampoja? Shampo ka ftalatet, ka bisfenolet, ka formaldehidet, që janë formaldehidi shkancerogjen. Shampoja.
Në rast të parë dëmton, së mos kur ka paraben, dëmton rënjën e flakut. Duke kur e pastron, për dëmton. Dëmton pjesën e yndyrës rënjës e flakut. Duke e lënë të thatë atë. Duke dëmton në vazhdimsi dëmton ADN-n e rënjës e flakut. Duke e rëzuar, bën çrregullim hormonal në mënyrë kronike të përdorimit të saj. Ndryshon atë që ne i quajmë florën bakteriale të lëkurës, e cila domethënë nuk duhet lajmi shpesh. Unë do ta sugjeroja që flokët të laj një herë në javë ose një herë në 10 ditë. Me këtë që po na thua, i bie të lajmë në ujë burimi. Një herë në javë, do të ishte të pak. Nuk po e çojë në 10 ditë, një herë në javë. Një herë në javë flokët. Përpara se shkojmë tek zgjidhjet dhe mundësitë që ne kemi ndoshta për të bërë diçka në formë të shëndetshme, le ti marrim detergjentët me rak. Unë për shembull kam një me rak. Unë laj, unë ndez lavatriçe për ditë. E bë energjinë elektrike. Detergjenti, çfarë na bën butësi? Atëherë, këto kanë përbërëse korozive, të cilat shkaktojnë dermatitet. Dhe e shohin tek femrat më shumë, se meshkujt janë çik më parankohen shumë, japin dermatitet në zonat intime, që shkaktojnë pikërisht nga detergjentët. Edhe zbutësit. Dhe mirë është mos ta, domethënë unë personalisht nuk e përdor zbutësin. Nuk e përdor zbutësin. Përdor sapunin, e kam hequr domethënë. Mundojmë që ta zgënçoj. Dhe mundojmë ta marr sa më pak toksik. Sapuni është shumë i mirë. Nën ato na që lajm rrobat me dorë? Ka sapun të lëngshëm ose sapun që mund të përdoret, edhe për lavatriçe. Ka sapun. Me sapun, nuk e di se... Jo zbutës me sapun, relax. Jo, pas zbutës them, tani na duhet sapun. Mund të edhim pak kështu sodë buke, ose uthull të bardhë. Ajo do t'ishte të ndimonte që të zbutej rroba. Edhe pa përdorur këto gjërat kaq. Duhet bësh një libër dhe na tregosh se si të pastrojmë, diçka në shtëpi. Ka një gjë, ka plot elemente të cilat mund t'i përdorim. Po të kujtojmë gjyshet tona kanë larë me fi. Po, me fi që është shiri, po që përftohet. Ose sapunit biologjik janë shumë të mirë, që janë të kryuar me materiale naturale, jo me materiale sintetike. Kemi ne në vendin tonë? Ka, çdo gjë ka. Ka plot dhe fabrika shqiptare që prodhojnë sapuna, paktën me sa e di unë, sa kam informacion. Cilat janë shumë pozitive. Tualetin si duhet ta pastrojmë, forma e duhur? Tani, normalisht tualeti është çik problematik. Duke qenë se niveli bakterial është shumë i lartë. Dhe në tualet nuk duhen lënë furçat e dhënve afër WC-s. Dhe duhet jenë të mbuluar, se në momentin që ne bëjmë shplarjen e tualetit, ato, me thënë, hedhja e baktereve mund të jetë me një goxha rreth dhe në gjysmë metri, mund të them. Kështu që furçat e dhënve duhen lënë të mbyllura, ka ca aparatura, dhe larg mundësisht, larg WC-s. Aq larg sa mundet, se WC-s nuk janë. Aq larg sa mundet, normalisht. Janë shumë të mëdha. Por që aq është shumë e mirë për ta përdorur për tualetin, sepse jep një pastrim ose ka dhe ca plura të cilat përdoren dhe për myshet, që janë miksime, që nuk e kanë atë efektin aq toksik. Po për kuzhinën, që duket sikur çdo gjë që përdorim aty është okej për shëndetin tonë. Doli që ilaçi e enve ka një ndikim në hormonet tona, po çfarë tjetër përdorim ne? Për të hequr yndyrën e tepër, sidomos tek soba që është luftë më vete për ta pastruar. Ne përdorim ato zgresatoret. Po, zgresatorja përdoret zemra, vimin, ato që janë, domethënë që janë plura koroziv që bëjnë edhe për tenxheret, edhe për sidomos kur lavamani është gur. Po. Ose për të dhënë një shkëlqim. Dhe gjitha këto në vetë janë shumë të ashpra, shumë korozive si substanca. Kanë efekt të mirë në eliminimin e baktereve. Tashi, ne do gjejmë një rrugë të mesme. Sepse edhe të mos ta pastrosh, është invadimi bakterial, nuk lihet, është invadimi bakterial. Por ideja është që të përdorim aq sa duhet dhe të mos bëjmë miksime të tepërta. Unë mund të sugjeroja edhe alkoolin, 90% që shumë e mirë, ose kombinimi uthullës me sodën e bukës, me pak ilat qenësh, mund të ishte një kombinim tjetër, me pak limon, mund të ishte një kombinim tjetër që mund të përdorim. Për shumë, limoni është shumë i mirë, limonet që mbarojnë, që të bëjmë ato? Mund të pastroni bankinën sipër, jep një pastrim dhe heq ato zverdje. Vetëm me limon, pa sod? Pa sod.
sot dhe me kryp do ishte më mirë akoma, por edhe me limon. Vetëm me limon e mund të pastrojmë kuzhinën. Mund të pastrojmë atë pjesën e bankinës, po. Ato pjesën jo pianurin, pjesën e bankinës ku gatuajmë. Ka një efekt të mirë, domethënë, dhe nuk është toksik, është shumë natyral. Ja, gjetëm edhe një përdorim limonit të përdorur. Me shumë e rak dyshemen. Shumë e rak. Qa ke dyshemen, e ke dua, po e ke? Jo, si e ka mund. Si e keni dyshemen në shtëpi? Si e ka publiku e ka edhe parket, e ka edhe plak. Këtë gjën e bëjmë për publiku. Tani, mirë është mos të përdorim shumë detergjent, sepse nuk është se është klurka, ujë të ngrohtë, me pak uthull, ishte shumë mirë. Nuk është nevoja... Ti vetë, punë të shtëpi si bën. Dhe praktik, e marim barë, e nisi me dyshemen, me tualetin, me kuzhinën, me enët, si. Tani u mundojmë t'i kombinojmë si gjitha. Që përdor detergjent përdor, se është të domosdoshme. Por mundojmë t'i kombinoj sa më pak jetë mundur dhe gjithashtu mbaj dhe dorashka kur la enët, sepse efekti që ka ilaçi i enëve në duar është shumë e plak lëkurën e dorës. Detyrimisht e plak. Përmendje, po, mendjes, po. Më thënë e bën atë që të ketë dermatite. Unë personalisht e kam çik delikate lëkurën e dorës. Ne të shohim pak duart? Po, e kam pak delikate lëkurën e dorës, por që... E ke lëkurën më të butëson. Prit. Regjia një plan. Po kolegu pas ka larë më shumë e sa. Unë nuk e kam për me krem sot. Edhe unë se kam për me krem. Duart e mia janë cop, duart... Ju s'bën këri pun fare. Bëj me dorashka pra? Ju s'bën këri pun fare. Vërtet. Në i laj menës, se nuk mund t'i në pala. Lavastoviljen se përdor. Nuk e përdor? Lavastoviljen? Edhe unë se përdor lavastoviljen. Se më duket... Nuk është se kam, është ideja që duhesh t'i pastroshe, pas të t'i futësh. I bje njësoj, më mirë. Unë nuk e përdor se nuk lash vënd në kuzhinën që bëre që t'kisha një lavastovilje. Ti nuk e hapësirë. Nuk kam hapësirë. Nuk rekomandohet. Mirë. Sula, faleminderit shumë. Që na tregove disa hilet vogla si t'jetojmë më mirë dhe t'jemi më të kujdesshme se zonjat... Edhe diçka të vogël. Kemi dy gjëra. E para, the për shampo nuk duhet jetë paraben. Silikon paraben. 2-3 element silikon paraben janë 2-3 element që s'duhet. Benzoat nuk duhet janë. Po. Kemi përbërës natural. Po, çfarë nuk duhet ketë në detergjente të tjerë, vetëm të shampos. Pra, ti shohim edhe okej, kjo ka këtë element nuk duhet. Është pak e vështirë. Është një kompleks gjëra. Sepse duhet të këndojmë një gjë. Edhe ato shënojnë me shkronja. Që një vetëm i kimist nuk është ka që mund t'i lexoj. Po shiko, se Mendelejevin e kemi studiuar gjithë. Po ti vetëm një element ka aty, nuk ke miksimi, nuk ke formula. Është pak e vështirë. Për familje që kanë bebe në shtëpi, produkti që duhet ta heqin urgjentisht apo ku duhet jenë më të kujdesshme? Se mos harrojmë që bebet ecin edhe nuk duhet bëjnë atë kombinimin që më thash, haçes me klor në mënyrë kategorik jo, sepse është shumë toksike për fëmijën. Dhe në momentin që lajnë, fëmijën mos ta lënë aty të paktën 2 orë. Mos ta lënë në ambientin ku pastrojnë, mos jetë fëmija ku pastrohet. Fëmija të qëndroj 2 orë ose 1 orë larg ambientit ku pastrohet. Domethënë të mundojnë që ta zhvendosin. Kjo do ishte me Italia. Ka solucione specifike për larjen e biberonave dhe të ushqimit të fëmijës, që janë më të buta, janë me përbërës më pak toksik, sepse duam apo nuk duam, fëmija e ka sistemin imunitar shumë të ullët dhe ka sistemin hepatik të pa zhvilluar. Dhe detyrimisht një kontaminim që në këtë moshë do të çonte në dëmtim më madhor se sa tek ne që jemi adult. Edhe fundit dhe pastaj përshëndetemi rrobat e bebeve si t'i lajmë? Ka solucionet saktura që janë, Napisani ka qenë në stadion, solucionet saktura për bebe, që janë, që nuk kanë këto... Pra të zhveshur nga këto element. Po na tregon që këto produkte nuk janë marketing vetëm, por janë të domosdoshme. Disa po. Jo të gjitha marketing. Tashit mos ta hedhin. Janë domosdoshmëri, domethënë, por e thash dhe që parë, aq sa duhet. E qartë. Sula, faleminderit shumë. Na i dhe disa hile, uroj shumë që t'i vëmë në zbatim, edhe të sigurohemi që nga nesër t'jemi më të shëndetshëm, edhe do pastrojmë shtëpi. Duam na lidhin pyetje për të gjithë, sa jo po të moshuar, jo për bebet, sepse i bëm ca pyetje për bebet, jo për kafshë shtëpiake, por që do na duhet. Kafshët janë problem nga ana tjetër, sepse në kafshë duhet të kesh një nivel më të lartë, se janë parazitët, janë pleshta që ata kanë dhe sëmundje të tjera, të cilat që mund të toksoplasmoza, prandaj kemi një kur ke fëmijë të vegjël nëna duhet jetë shumë vëmendshme ndaj pastërtisë kur ka kafshë. Dhe thënë se shofim që kafsha bëhet si pjesë e shtëpisë, detyrimisht që vete bebit në krevat. Mirë është që të mos flënë në një dhomë me fëmijën. Pra, nëna që sapo jeni bërë nëna, apo keni një fëmijë të vogël,
pastroni shtëpitë tuaja, jini shumë të kujdesshme për shkak të këtyre baktereve dhe parazitëve që kafshët e shtëpisë, kafshët shtëpiake mund të sjellin në ambientet e shtëpisë. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi. Je bërë shumë praktike sot, jam i sigurt nëna shqiptare kanë qenë me lapse letur duke marrë këshilla, duke shënuar se uroj të kenë ndihmuar sadopak. Po, dhe kjo gjua e thjeshtë na ka ndihmuar edhe ne shumë për të kuptuar çfarë po bëjmë gati. Ikim me një herë në një shkëputje, kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni.